kërkesave për t'i bërë transparente institucionet publike? Po, faleminderit vetëm. E para po duam veç me sharru që pjesën e parë. Po, është e vërtetë që po zgjasin ankesat tek ne. Sa zgjasin me qenë se po? Po tash në Sa është mesatarja e konzatës? Këtë mesatare na nuk e kemi nxjerrë, se nuk po mundem me nxjerrë gjithkohën, sepse punoj me një Excel file ende. Tash kemi bërë CMS-in që do të jetë shumë transparent. Këtë dishtë ata ciko. Çka kemi shumë me bona në këtë drejtim, normalisht me mbështetjen e donatorëve, ka qenë sistemin e menaxhimit rasteve, që veç e kemi shtim funksion gradual duke i përfshi gjitha dokumentet edhe punë që i kemi kryer deri tash. Por kjo mundson transparencën tonë. Kur dikush në ankohet, edhe e sheh, edhe qytetari që ka bërë ankesën, po edhe për cilë çdo veprim të agjencisë të ndërmarrë, po edhe çdo veprim të institucionit. Do dihet sakt sa po vonon procedura në agjenci, sa s'po kthen përgjigje institucioni edhe neve. Po ta keni parasysh që ne kemi 30 ditë që në momentin kur e shtim në funksion ankesën, në momentin kur ne bëjmë njoftimin e parë për institucionin. E tash ankesat janë radhazi. Kemi për shembull ne në politikat tona, dhe pse nuk e kemi me ligj, po kemi trajtu pyetjet e gazetarëve pikërisht për çështjet e aktualitetit shumë më shpejt se sa disa të tjera, për shembull, që kanë qenë hulumtime, dhe qëllimi ka qenë që mos të hup aktualiteti. Por tani varësisht edhe nga institucioni ka ankesë që kryhet brenda 2 ditëve, se në momentin që ja shkruajmë ja drejtojmë shkresën e parë. Në Excel kështë mujtë me nxjerr. E kemi pas dikun, po këtë të fundit nuk e di, Andrejna në shta e dit. 3 muaj sigurt, po tani, ka mbo diferenca, për shembull ka pas rast që ne ankesë ka zgjat shumë, ka zgjat deri në 6 muaj. Po tash ka ankesa po them që zgjidhen për 2 ditë, edhe për 5 ditë, po ka edhe për 1 muaj, edhe 1 muaj e gjys. Varësisht edhe prej vet kompleksitetit lëndë. Nëse institucioni don me sabotu. Është që kjo. Për shembull. Tash veç ta sqarojmë pse na ndodhin këtu. Jo pse na nuk pinisim ankesat, por se mvaret me cilin institucion ke punë, mvaret prej kompleksitetit të kërkesës që e bojmë. Na kemi institucionet i kanë afatet e tyre. Dhe për kuptoj llogaritjen e afatit 30 ditor. Po ideja e një gazetarit është që ati interesant për sa realizon ai drejtën, për sa merr dokumentin. Sakt. Edhe keni parasysh, ligji për çështja. Absolutisht. Ligji për çështja i ka 30 ditë. Momentin kur na e shtim funksion ankesën. Zgjat edhe 35 sepse prioritetet tona janë marrja e informacionit. Po e drejta e gazetarit për menaxhun gjykatë është e hapur. Edhe cili do që kur kalon 30 ditë që me shku në gjykatë. Gjëmë bo tarifat e shtrajta dhe pash me bo pati për se cilin rast. Tash kanë qenë edhe ma të lira, vetëm. Kanë qenë edhe ma të lira, shtrajta ju më po vitin e fundit. Dhe më thonë, qështja është që... Ku mi mbledh ato resurse gazetarët janë isë me i kërku? Tash, ku mi mbledh edhe na ato resurse, kur me 4 zyrtar ti bombardohesh për ankesave, e unë për ju thëmë... Qëfar për kroj keni pas prej shtetit, se që kjo është më rëndësime di? A ka do shteti me pas transparenca ju? Sa e ka për kroj zënësime? 5 vjetë në kuvendin e Republikës Kosovës, që ne i përgjigjemi, se ne i përgjigjemi në kuvendit. Vetëm një herë në 2022-ën është folë një 7 minutësh për mbrojtjen e dhënave dhe për qasjen dokumente publike. Po plasë për punën e agjencisë, edhe për punën që ne jemi të... si me të na është dhënë besimi me kry prej kuvendit. Dhe këtu e shef, sa është interesi i... Se s'ka pos... Sa keni pos kërkesa jo, apo veç keni pritë se po hapë tema në kuvend? Pyetja ma tanë dëgjam. Unë e kom raportu në Komisionin për Siguri dhe ju e dini, sa herë që jam ftu. Çështja është, po më pyet direkt, sa je mbrojt, më falë, sa je përkra. Edhe unë pju thëmë, derisa në 5 vite një herë është folë, ju mundi me llogarit sa jemi përkra. Kërkesa tona prej viti 2022 janë dhe sot në shkrova prapë dhe dërgova qarkorën bugjetore për rritjen e numrit edhe rritjen e bugjetit. Bugjeti jonë nga 400, nëse nuk gabohem më falni në këto shifrat, 420.000 ndoshta kur e kemi pas në 2021-ën. Sa është tash? Është as 500 tash nuk është bërë. Do me thonë, në këtë diferencë jemi. Do me thonë, veç ta konstatojnë atë shtas që institucionet, në këtë rast kuvendi i Kosovës, me shumicën e saj që i ka votu ketë ligjet e i ka boni që në lakoma dhe risët, nuk ka pas vullnet që ju me pas një budget i cili e garantën funksionimin e mirë pëllë të agjensisë. Që na garantën neve si qytetarë qasë... Nëse fletë për vullnetin e tyra, ajo të njëjtit që zdojnë qasjet, njëjtit nuk... Apo i bjen tjerë që ti është ajo
premtimi i madh për transparencë radikale, kur e shohim e kanalizojmë në përkraje të rrugës ligjore institucionale, nuk ka ekzistuar fare. Tani unë jam thash, besoj që është e qartë, unë edhe një atë që e përjetojmë një çdo ditë në punën tonë, është kjo pasqyrë. Kjo që edhe jam thash. Po besoj se ta mjaftueshëm. Në anën tjetër, i nderuar Betem, kemi të hyra prej projekteve, e që besoj që ju edhe e dini edhe keni pas e keni përcjell punën e agjencisë, po të hyra të projekteve që i kemi realizuar këto 5 vjet janë më i madh se buxheti që na është ndarë. Edhe ndërgjegjësimi, nëse një informimi, kërkesat e juve buxhetore, ngritja e kapaciteteve është bërë me projekte. nëse kërkesat e juve buxhetore ishin adresu, a kështu prit në 4 muaj për një ankesë? Pse duhet me prit të gëzime, kur një zyrtar Jo, a ishin rrit kapacitetet mjaftueshëm? Absolutisht se kemi kërku 17 veta shtesë, që nga 2022-a. E kur i kiti 10 njerëz që të punojnë, mund të bëhet edhe kjo tjetra, po kur i ki 10 njerëz që të shqyrtojnë ankesa dhe ki edhe kapacitetet tjera që ti ngritësh edhe mekanizmat për me lehtësu proaktivitetin, sepse kjo platforma që po bëhet sot, unë e tash nuk pres shumë, po të paktën t'ish bo para 3 vjetë kish pas një fatë përmirësimin pak më të madh. Po paralelisht me këto problemet, e thash edhe unë, do me thonë duhet të jemi, si me thonë, të qartë në gjitha këto. Janë rritë kërkesat në institucione. Këtë na thonë zyrtarët e çështjes Është shumë mirë në njërën anë, por në anën tjetër është shumë keq për institucionet cilat nuk mundin me kryer obligimet e veta. Në anën tjetër, proaktiviteti, mungesa e sanksionit për mos proaktivitet. Në anën tjetër, kompleksiteti i kërkesave, jo pyetjet e thjeshta të gazetarëve. Pyetjet e thjeshta, pyetjet e gazetarëve. E qartë, pyetjet e gazetarëve. Kretë këto janë faktorë që diku tjetër kanë rrojt, jo tek puna agjensisë. E as tek puna ju si gazetar, pas të qytetar që kërkojnë drejtën e vetë. Edhe kur e kemi nisja, edhe dje, dhe më thonë, qëllimi jonë ka qenë informimi i qytetarëve në ndërgjegjësimi institucionet karshi përgjithësive të veta. Po sheh për shembull, po veç seanca dëgjimore Betem që i kemi marrë, edhe gëzim, e ju e dini. Jo ndoshta me i këdën sepse kemi pas më të lehtë bashkëpunimin. Por seanca dëgjimore që janë marrë pothuajse në çdo 2-3 ankesë këtë kohë të fundit. Për me mujt me gjetë modalitetet që më ofru qasja, sepse qëllimi jonë është ndjecimi i qasjes na për çata ekzistojmë. Deri aty ku nas kemi shqiptu gjobën, do me thëmë, para se me shqiptu gjobën. Seanca dëgjimore të cilat na kemi parapoa me rregullore të mrashme për të vetmin qëllim realizimin e drejtës qytetarit. E kush i ka bërë këto 4 veta? Agjenci, edhe shpesh herë e keni parasysh që jo gjithherë ti mundesh me pas nështë edhe ma të mirin zyrtar, sepse unë edhe për thëmë publikisht, e keqja është që për shkak këtij presioni, veç javën e kaluar, dhe dhe të më parë 3 zyrtarë më kërkojnë me u largu prej agjencisë. Sepse është një presion një jashtëzakonshëm. E këtu, zanafilla e problemit është i ditur, unë s'kam çka ta them më. Sepse e dini edhe ju, si që dini edhe të tjerë. po